Ka nisur thirrja për aplikime në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2025, e cila do të qëndrojë e hapur nga data 14 prill deri më 30 maj. Kjo skem përfshin 8 masa mbështetëse, të cilat synojnë përmirësimin dhe zhvillimin e sektorit bujqësor në vend. Mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të gjetëve, mbështetje për tufën bazë të matrikulluar të imtave, mbarështimi i bletarisë, mbështetje për fara, fidan dhe inputet të tjera bujqësore, mbështetje për kultivimin e bimëve mjekësore dhe aromatike, mbështetje për fermat organike, certifikimi global GAP, mbështetje me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi. Fermerët mund të aplikojnë online përmes portalit i Albania, i cili është i hapur 24 orë në ditë nga data 14 prill ora 8 deri më 30 maj ora 24. Të gjithë kriteret e dokumentacionin e nevojshëm për aplikim janë të publikuara në faqen zyrtare të AZBR. Për më shumë informacion apo ndihmë gjatë procesit të aplikimit, fermerët mund të drejtohen pranë agropikave dhe zyrave rajonale të Arebit, ku specialistë përkatës janë të gatshëm të ofrojnë asistencë. Gjithashtu, për çdo pyetje mund të kontaktohet pa pagesë në numrin e gjelbër 0800 83 83 ose në adresën e emailit info@azbr.gov.al.